nuk bën politikë Zoti. Edhe filozofi. Ne e shpikëm politikën edhe filozofinë për të ikë të vërtetës. Allahu politik nuk bën Kur'an. Wal tandur nafsu ma qaddamat ligat. Le të shikoj secili njeri prej ju, secili prej nesh. Veten e tij. Nuk thot shikoni tjerët, se ne kemi pak zanat, tjerët i shikojmë. Po thot shikoj me veten. E ke kri punën me veten ti. Merru me veten tënde. Se natën e varrit nuk do hi ka tundi me të i varr. Vetë dhe jesh, vetë. Edhe me leku i varit, që do të pyesi. Nefsu. Gjdo njëri prej jush, le ta shikoj vetën e ti. Që sa bukur është, qëfar do të thotë e Zotin ndrysh? Shife vetën. Ma ka demet ligat. Arabish gadem i thua nesër. Ditën e shtonë, për shimë. Sot është e gjumo? Nesër e shtonë. A fjala nesër këtu, në këtë ajet kuranor, ajetin 18 surën Hashr, e ka fjalën me njëherë pas varimit. Dhe më thonë, jetë e varit është fillimi, starti i ahiretit. Le të shikoj për nesër. Ne shpesh, edhe ne si o gjolarë dë njëherë, po bashkarishtu si vlezër krejt si gjëmat, këto qosh që i ndëgjojmë edhe i ka përcim. E ndëgjojmë këtë fjallë, edhe me ndrojmë temën me njerë. Ka dale të analizojmë. Kur thot nesër, e din çfarë thot? Prej nesër fillon jeta jote e vërtet. Këtë ta thot. Zoti. Këtë neve ta thot. Kur prej nesër? Në me thonë, prej momenti që Azraili ta merë shpirtin i dashur Allah, na merë shpirtin krejt dhe neve, ai momentën nesër, ma. Edhe ajo nesër nuk përfundon asë njerë, ma. Se ne këtë dynja, elhamdulillah, kemi o mut nesër, po, o më kam pas nesër, vine djelavi. Në ahiret nuk kam pas nesër. Kjo është e kjeci. E kupton? Prandaj thot, që sa bukur, prandaj them Allahu shumë direktët në Kur'anin famëlar. Sikur me na thonë, gjdo natë para gjumit, sikur ne të ishim hala ma të kujdesshëm, ashtu si ka thonë edhe Hazreti Omeri radiallahu anhu, llogaritni veten tuaj para se të mireni në llogari. Para se dikush tjetër që llogaris. E si bëhet llogaria? Shumë e thjeshtë. Sonte, kur biesh flesh, nëse ke marrë një shënim për ditën tënde, dhe çfarë ke bërë? I ke hindër hak dikuj, e ke nënçmu dikë, e ke lëndu dikë, ku e di une, ke folë për dikë, e ke përgoju dikë, ke ndëgju ndë një përgojim edhe të ka ardhë mirë shpirtërisht, në këmëra, kretë të ngabime, ashtu, çfarë duhet bëjsh? Tamam, flas për njeriu që do të shpëtoj për xhenemit, nuk flas për gafile, për të pakujdesshëm. Flas për ata që kanë frikë Allahut. Për gabimet ndaj Allahut me njëherë bën istighfar, ndërsa për gabimet ndaj njerëzve me njëherë të nesërmen, se natën nuk mund të shkosh 12 natës njeriu në shtëpi, me njëherë të nesërmen sabah, shko kërkoj falje, shko kompensoje, shko bën çfarë duhesh, ofroj atij që ai të ta falje. E kjo është e përgatitja më e mirë për nesër.